Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu me ju për të ndarë videon e radhës, do të flasim për Egli Takon, një personazh që në fakt ka qenë shumë e ndjekur, ka qenë shumë e komentuar që në Big Brother. Në podcastin e fundit me Grida Dumën, ku Egli në fakt ka folur për herë të parë pa filtra, për herë të parë ka treguar çdo gjë, për herë të parë ka thënë çdo gjë, Egli dukeshte që kishte pak pengje në zemër, fama ka dy medalje, do me thënë ka medaljen e artë dhe ka medaljen e argjentit. Kur them të argjentit, janë të bekuar ato të cilët nga fama e marrin më të mirën e saj, do me thënë ato të cilët nga fama e marrin më të bukurën e saj, por janë edhe më të bekuar ato që në fakt kalojnë sfidat. Egli u has në disa sfida, mbaj mend vitin e kaluar, koha kur Egli është larguar nga shtëpia e Big Brotherit, e gjithë bota kishte sy tek ajo, do me thënë një presion jashtëzakonshëm, një presion i madh kundër drejt Eglit, ku të gjithë dëshironin të dinë se çfarë ndodh me Eglin, ku të gjithë dëshironin të dinë se çfarë u bë me Eglin, çfarë u tha tek Egli, si është Egli, çfarë ndodh me dashurinë e saj, do me thënë mediat kanë qenë të fokusuara, por Egli me shumë dinjitet ka folur në këtë intervistë. Tani po të më pyesni mua Tiron pse mbështet dhe do kaq shumë Eglin, unë e dua dhe mbështet sepse Egli ka shumë moral dhe më besoni që ka shumë moral, ka shumë vërtetësi, ka shumë moral. Ajo ka ditur që të gjitha përgjigjet, do me thënë t'i jep në mënyrën më të bukur të mundshme. Ka folur me shumë dinjitet për gjestin, ka folur me shumë dinjitet për dashurinë që kaloi me gjestin, për emocione që kaloi me gjestin, për momente që kaloi me gjestin dhe që e bën të jetë e veçantë në formën e saj. Do me thënë për të gjitha ato të cilët kanë hamencuar sot e kësaj dite se çfarë po ndodh me këtë dyshe, a vazhdojnë akoma të jenë bashkë, a vazhdojnë akoma të jenë pranë njëri tjetrit, a vazhdojnë akoma të jenë në fokus. Egli Tako ka dhënë përgjigje shumë të bukura, do me thënë aty ku nuk ka dashuri, nuk mundesh gjëra që ti çosh me zor. Nuk dua të gjykoj gjestin, nuk dua të gjykoj Eglin, do me thënë ato të dy vete din se cili e ka mbyll këtë marrëdhënie. Por më pëlqen qëndrimi i Eglit që ka kundër drejt të historisë të kaluar të saj, do me thënë kundër drejt asaj gjëje që u përfol shumë, u komentua tepër dhe ishte në çështje diskutimi kryesore në tryezat shqiptare. Pash një Egli të arritur, pash një Egli të pozicionuar në falni bukur në jetën e saj dhe pash një Egli të arritur shpirtërisht në jetën e saj. Unë ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që gjithmonë në intervistat e saj të jenë kaq me dinjitet.